të shtëpia e merrna me bujqësi. Të kallëzu drejtën kemi ka humbur 3 banesa i kam marrë. 3 banesa i kam lënë në Fushë Kosovë. I maj vjetat i marrë shes, pja shaharin, i marrë 8 supa, ka 2.000 euro. 16.000 euro, të 16.000, 30.000 euro për 2 vjetë për vlenin banesë gati. A ishe do jashtë Kosovës nëse të vlenin? Jo se lëshoj se këtu ka fit për vetimet mo. Tash i ku marrën 2.400 euro, i ku marrë penjonit. Pe i bika, do marrë 3 rroga fakti qatë më pëmbi. Nuk duhet me marrua shkolla, spitale, veç do me të pleshve. Mos rëma kes për tash, no comment. Gratë s'pëjdojnë. Problem me jetu me pleshe, kanë do obligime tjera, atë mjerët nuk e din. Nuk e din rëndësinë e prinit. Ka që bëjsh dikuj para dreke, dikush të bëmas dreke, ta shkrejt shkollume edhe tranume. Me që plakun të më plesh vërë sikur me që në burg. A ka ndryshu apo është njëjtë si që ka qenë? Shumë zëti, me këta farë telefona ka ndryshuar me të tërsa. E më kohën e ju i si ka qenë? Kena lujt në atëhere. A ka qenë ma mirë se sa? Ja, ta është ma mirë si për para, për shkojnë zinja, mos atëhere në ryshe këmë. U duke me shku 8 kilometra, me jetë s'ka me shku, tash kjerën shpesh kanë ka dush. Tash nuk i mungon kush gjojnë? Ja, s'fali kur qish. E nëse krasën me respekt? Pa i që edhe për para atë dikush ka pas respekt, dikush s'ka pas heq. Që e që koj familjes mirë ka pas respekt. Ai që zëgon apet edhe tash. Njëjtë është edhe tash? Njëjtë. Nëse është një person që s'ka respekt, kënë e fajson? A i fajson prindin, shkollën, apo... Vallaj, jo, prindit edhe vetë. Gjenet i ka që asisuj. Si mund është me hape me fësuaj, është prindin asë kërkanë. Gjenet, një pas prindit mira, u shku edhe djali. Nëse pas, mirë, badi hava, s'mush. E pse thojnë shumica e njerëzve që nuk i kanë gjo familjes vetë, nuk e dim ku i kanë gjo? Se di atë më borët për nonës. Cila i shkon këshilla jote që e këshia përimi? Ku që vëllavec me kopë me mësu ma mirë, më shkolluë, më sa i përket shkollimit sot? A është një që ka qenë dikur? Po ma mirë është tash, se tash me ledzu e krejti ka në rysha, atëhere u kon problem shumë. Atëhere duke me kon rinia me punohe punë bujqësis, me dalë me kapë me mësu, krejt atë dhe më tash më në ryshe, tash bujqësin veç në i fermeri malë. Se ja, unë për veti që unë e më punë, një më kek, edhe vi maj vjetat i marrë shes, pja shaharin, i marrë 8 supa, ka 2.000 euro, 16.000 euro. 16.000? Dhe më thënë punon në kek? Punon në kek edhe kështu të shtëpia e merrna me bujqësi. Me bujqësi? Po që të vi punoj... Kur ti donë cilën e donë ma shumë, bujqësin apo punën që e Pa banë? dyjat ma mirë kjo punë e shtetit është. Normalisht. Se kjo mi ka dho krasë, se kjo më të kallëzu drejtën kemi ka humbur 3 banesa i kam marrë. 3 banesa i kam lënë në Fushë Kosovë, pe kekit. Pe kekit, dhe më honë edhe pe i kësojnë aja kom një muë, dhe më honë. A jetë noqën me pagesën që e jetë? Po, më në qështë, s'ka ma mirë mos qështë me honë. Të 16.000, 30.000 euro për 2 vjetë për vlenin banesë gati. A ishe do jashtë Kosovës nëse tu kishja punësia? Ja, marrë me pas darë për para. Kërë hesje t'y bëjt shkejt. Jo se lëshoj se këtu ka fit për vetimet mo, qërë për para që një 3-4 vjetë bujësia është shumë mirë. Për para konë shumë e dëpë. Se ku mojtë edhe për para, lëp e sen, e shishtë 800 euro. Tash ato, tash e ku mojtë, i ku morën 2.400 euro, i ku morë penjonit. Dhe me honë dëmos çfarë fitimi i madh. Çfarë fitimi i madh. Që janë bëgjuese që shkana për kafe ty s'del ty bendalin kërë, po me honë i vedishëm një që do me jesë për para me bo pasoni që s'don. A do mja u trashëgua dhe fëmijëve këtë? Të vallaj që është që donë për mush me gjithë në nuse për në fshatës për në morë. është vërtet që... Po nëse se i kompanist i kom shumë me qire, plus edhe atë... E kim shumë me qire, ma? Po i kom shumë njën, i kom shumë 250, 2 ka 200 euro. Dhe ma unë 650, për gjdo 4 vjetë, mi pos 4 banisa, gjdo 4 vjetë bjenë me vleni banis, bish pe banisave, me qira. Ma logarik i pas me i shumë me qira, ose sa me i mbajt për vejtë? Valaj se po kam fitim punën e kam shumë nga 2 kilometra, pjek aty ku punëj. Dhe të tani që atje i kom shumë aty me qira, dhe ma pare që aty pe i bika, dhe ma 3 rroga faktision më pëmbi. Dhe me thonë punë t'i pas ke perfekt? Valaj që urej kom ditë me menagju, se mësë me pas ditë. Me pas hongër pare si me pas shku, unë i kam edhe gjinën e për punë atë. Se shumë të njerëve nuk është që po din shumë me i menagju. Po edhe i kam edhe në punë, jënë dalë në penzia dhe s'kanë mujtë me marrë banesa, s'kur gjesë. Së mujtë me bledheshin qysh për menagjan. Ashtë menagjej, po ja e për më të ketë mime pare, një e për që dhe vëlla si punë si jetë. A ki e keq për shembull për familje, a keni hongër që thojnë keq për me mujtë me kursy diçka për jetë? Ja, se për para me bujësi keti kena pas, me qenë 6 vjetë mo tash nuk të mojmë lëp.
Ama për para që të kena pas në tjathet tonë me lekë se vojë krejt i kena pas. Me që me blevish do se u të që si dhe shampon dhe. E ma hershme me tash, cila punë? Po gjithmonë ka pas për këtimisht ta shumë ka. Shumë ka. A, tash po të kalëzoj, tash e kumë shik 800 euro për para që të mëzat, tash për 2400 euro, dhe më që çfarë krahasimi madh. Shumë krahasim i madh. Apo keni punë tash me bujqësi, apo keni punë mjaftueshme? Po, mërë, se të shpalla që dhe më mornime në ka marrë këtu, kanë krejt keki, po dale kësiti që të se u mëjtë batalës për dojnë me punu, heqë këtë janë ikë në për qytete. Apo keni dim për familjes, apo e ke marrë punë? Jo, valla, fikojt veç fikat dhe në vetë. Vetë? Po, ja kom bo ujtë atë, kur të qohet të penujnë, sa pa qohet kur të janë të rëmpar, qohet në qes me hangër, ta gjithë krejt për mesën të në telefonit është i këshyri krejt. Kejti menagjej. Me qefe bën. Pa, i mos me pas vullneti për të Normalisht. Sa basit qohet në 4 sa të më dhe gjumi. Në 4 mëngjes që ha bëk, shkoj a pastre, ju qes me hangër, shkoj në punë. Edhe kur të intereso. A ka pasra që këto najherë jom lodhë që ta është Ja, ma çfarë vullnet, ja, di qysh është. Sikur njeri kur të shohet tash me ecë, që rrin gjithmonë veç rrin pasev. Domthonë edhe veç në banesë veç rrin ose në shtëpi veç rrin, ai priton edhe me ecë. A si t'ja nis për shembull me ecë, na thonë anënaj televizin nis me marti me sport e sene ti veç ki ma shumë kondeksion. Qashtë. Ja, si të rrin pasev tani që o më dham shpina, o më dham borki, o më dham na kryt, o më na tonë. Ku vazhdimisht. Ja, s'ki këtë hava. Unë du me dalë pak që jashtë e sajte me vishë për me vetë. A është e vërtet që Baxhanaku duhet si vlo? Nuk i di si ko përvu, si ty bendisha, gjo si vlo nuk mundet me të bo kërkosh, që farë Baxhanaku. Ato e në rrana që thëvojnë se, ko me di se ti pasunin ki me da me vlo, në thonë me Baxhanaku kur gjë, me ta morë grumë, që të rëstajnë kur gjë. Faleminderit shumë se ndove ko me neve. Tutna nuk duhet me marrua shkolla, spitale, veç do me të plezbe. Mos rëma kes për të no comment. Gratë s'pëjdojnë. Problem me jetu me plesë, kanë do obligime tjera, atë mjerët nuk e din. Nuk e din rëndësinë e prinit. Ka t'ja bëjsh dikuj para dreke, dikush të bëmas dreke, ta shkrejt shkollume edhe tranume. Me që plakun të më plesë vërë sikur me që në burg. Çfarë mendimi ki për këta djemë që po i qojnë prindë e tyne në dëm të plaqë? Këtë, mos rëma kes për të no comment. Kanë orë dhe ata në këtë ditë, sigur. Edhe pse pëjqojnë atje? Se pëjqojnë se vetë gratë s'pëjdojnë. Pse po thu që gratë? Gratë s'pëjdojnë mu, pëjdojnë pas për vakcine vetë, edhe normalë tash me është s'këza problem me jetu me plesë, kanë do obligime tjera, do smuja tjera, kështu pëjdojnë vetë. Atë mjerët nuk e din rëndësinë e prinit. S'ka të prini me këqyri. Edhe ata vindit tona edhe përjetojnë, qka t'ja bëjsh dikuj para dreke, dikush të bëmas dreke, kërkujna nuk i jetë për këtë zia. Krejt kemi milo borë që të nej edhe kënej. E nëse gruja ju të ta kish kërku ty që mos me kujdes për prendeja, e kishe ngu? Aj, zotin arrujt e kujdesu mu ma mirë se une për ta. Edhe i ka këqyrë ma mirë, pa jo ku ka kalu tash. Pa jo ku nuk o. Ta shkrejt shkollume edhe tranume. A mendon që reja jote ka me u kujdes për ty? Unë e kom rënë shpe, për momentin më mirë, po kujdeset mirë, i ka dhe thmi, ka levërdhipe me edhe se me pensionin e krejt që ato i hargjojmë, jetojmë bashkallak, mirë jetojmë, nuk kemë probleme, mirë po generatat që vinë trejat, ma trejat nuk ka mo, vetëm domi, nuk duhet me marrua shkolla, spitale, veç do me të plezbe. Po thu që dhe najdet veç... Ja, generata jam e fundit e. E fundit është, mo vetëm do me të plezbe me marru dhe mi që universitatia dhe më rahatua. Çfarë këshilla ju kishe e rinis mos mi qu prendën pleqve? Urna? Qa ju kishe thonë rinis mos mi qu prendën pleqve? Që ata duhet me ditë vetë. Ti ki prend për sakrifice kanë bo ata, për mundimi e kanë bo, dhe e kanë rritë, e kanë shkollu, e kanë nësitash me orë të kohë me që më ndonë të plezbe. Ajo me që plakun të më plezbe është sikur me që më në burg. Sikur në burg. Mirë po, nuk po kanë, po edhe djemët, po kanë fajë se kanë presionin për jonë dhe tjera. E ty nëse djo lëtë kështu, qa kisha thonë? Urna? Nëse djo lëtë kështu në pleqve, qa kisha thonë? Qësha pas që me thonë kërgjësh, duk më pajtu mirë, për nuk o mirë ajo. Kur s'ki qka bën, do të më pajtu e.
Po që më ka ndodhë mua, jo dhe besoj që gjenerata jam edhe ju këmë thonë edhe të tjerëve, gjenerata jam është e fundit, që 70 vjetë i bëjtash, ata baba ki jeqojnë të më pleqë fëmijët. Faleminderit shumë për ideja, na turojmë çdo të mirë. Fejtë madhët Allah që prindve, ju këmë dalë hakë, të ata me ma bo Allah më është që ju më hinë gjuna me ta, se me kur nuk mundën të amon me ju dalë hakë të tine, sa t'jem gjallë, kush i ka, i lume a i që ka, vetëm me lutë e Allahin që atine mos që këmë bo keq me ma falë atë gabim. Mirë po me ta këthime të keq, edhe mu pendu që e ke bo qatë sen. Po i ka rast të shumë, po mu pendu s'pendoh në kur. Cili u kona i rast që ta kanë këthime të keq? Faj, vallahi, tash s'pëm kujtohet për mirë, po shumë e njërë ju këmë bo mire, ma kanë këthime të keq, edhe së të këthime të keq. Cila u konë mas keqti që të ka orë ty që i ke bo mirë edhe të ka këthim mirë shumë të keq edhe ti e pendu që i ke bo. Në i rast? Po, s'pëm kujtohet është për momentin, po unë një jetë gjatë, shofër 70 vjetë, këmë kaluhe për shumë mire që ju këmë bo mire, ma kanë këthime të keqe, ju këmë bo keqe, ma kanë këthime të mire, që shto shkën jetë. A kanë do të bo keq në i kuj edhe më? Po normal, që jem pak temperament nuk i dëvërej për të këtu, se po mirë këmë kaluhe, kërku i bërë sikë. A i ke kërku falja atyne që ja ke këthime, ju ke bo keq? Unë pëndohna veç tutna, fejtë madhët Allah që prindve, ju këmë dalë hakët. Të ata me ma bo Allah më është që ju më hinë gjuna me ta, se me këta njerës tas që me nëjë bile për të. E për prindë dhe tjetër... A mendon që ju ke dalë hakët me aftë? Mendoj edhe ju këmë dalë që mu i po kur nuk mundën të amon me ju dalë hakët të tine. Sa t'jem gjallë, kush i ka, i lume a i që ka, kush si ka, i kujten ato senet, kanë rreziku shumë për mua dhe unë e këmë rreziku shumë për ta. Edhe vetëm me lutë e Allahin që atine mos që këmë bo keq me ma falë atë gabim, se unë ja falë atine gjithmonë, mirë po, tjetër ku ishtë është më rëndësi këtu, tjetër ku shënën ato edhe kemi me dhonë përdesti parat madhët Allahi, aja din mas mirë për të. Ka ndryshot totalisht. Nëse e krason sot, a është për mirë apo për keq? Shumë ma keq se që ka qenë. Në kohën e juj, pse ka qenë respekti ma i madhë? Shumë ka qenë respekti ma i madhë. Ta marim vetëm mësuesin për shembull, çfarë respekti ka pas, e sot një kërkosh. Sot, a ka pas rast që turprohen kur e shohin mësuesin rrugë? A ka pas rast që për shembull kur e keni pa në rrugë mësuesin e tutë edhe me i folë, se u konë respekti shumë i madhë? Ne e udhëtonim atëherë për mal. Thëshëm që tu dikun është mësuesi më shepën. Nuk gëzëshëm me dalat në rrugë. E sot është interesant, krejt ndrysh është. E qa ka ndryshu sot? Kush mendon që është fajtori këtij ndryshimi? Po, koha bën vetën, njerëzit. Normalisht. A mendon që pak edhe prindi? Po, edhe prindi, edhe fëmija, edhe gjithkohon ka lujt puna. Normalisht. Cila ishte këshilla jote që e kështeja për rinin sot? Për rini kisha një këshill vetëm me lezu, me mësu, hiç nuk prej telefonave, hiç nuk prej gjanave që nuk janë tonat, ato janë tonat. A po e ke që përdorin telefonin? Se telefonin nëse e përdor për mirë, ka shumë gjanat mirë. Sigurisht. Fëmija sa të roha me telefon. A fajtor prindin këtë rast? Nuk është fajtor prindin, se koha e ka bod vetën. Ka t'i thua për shembull, ka të këshillan, ka ai pa vazhdon me vetën. Pa vazhdon me vetën. A të ka rastis me po tash në kohën sot një fëmijë që nuk përdor telefon, merret me libra? Shumë pak. A ki na i një me specifiku për shembull një pyet ose na i kush që... Po kam një për mbesha e plët, gati krejt me telefon në ndërë. Krejt me telefon? Po më duket i vetë minjerin Kosovë si s'kam telefon. Nuk ki telefona? Hiç fare. A thutu me krejt kam, hiç kurs, as që shkon mendja me thonë ta kisha një telefon. Kur i shoh fëmijën e krejt veç para telefonave. Po e qysh merresh vesh me familje? Ku e... Po kur takohena merr na vesh me ta. Po si në kohën e mahershme? Po në distancë, këta po flasin me Amerikën, kemi në Amerikën, në Irlandë, në Belgjikë, ka mas njëtë. Apo të fëmija bab dujna me ta bleni telefon se s'po munen pa u morë vesh? E Irlandë më ka pru nipi, edhe ja ku mund vajzët në të venë. Hiç që kom shtinë që, ashtë që orna. Pe Irlandë më ka pru telefonin e pse nuk e morë?
Nuk e di, nuk kom tërherë diçka, hiç S'ke qef. s'muj me i najt E me cilin telefonet. prej nipave jema i lidhur? Cilin prej nipave e dën ma shumë? Mbesat apo? Po, të gjithë, i kom 5 nipa, 4 mesat, të gjithë i duhen. Mashallah. Të gjithë i duhen nësej, nuk muj me veçua me thonë A ma Allah. shumë je gëzu kur je bo gjysha, kur je bo prind? Valla kur i mbo gjësh, shumë ma shumë. Ma shumë je gëzu, Atëherë prind se keme ditë bashkë. normalisht, se u kon koha ma ndryshe, Po, po ama e ndryshe, kuptoj. ama e sot fëmijën veç në dorë i mojnë, veç ne atëherë Qashtë, as se kemi mojnë në dorë, qashtë. as që kemi folë, as A ki diska me i thonë nipave tu? veç punoni, mësoni, lezoni. Faleminderit shumë i nderuar që ndave Faleminderit komentarë.